Policia ekzekutoi 9 nga 10 urdhër arreste të lëshuara nga Prokuroria e Lezhës në kuadër të një operacioni për tjetërsimin e pronave dhe ndërtimeve pa leje. Reportet mëson se mes tyre janë edhe zyrtarë të hipotekës e të IKMT-s, si dhe efektiv policie. Një prej masave është arrest në Burg, 5 arrest shtëpie dhe 3 të tjera ndalimi daljes jashtë vendit. Sipas informacioneve bëhet fjalë për prona dhe ndërtime pa leje në zonën e Patokut dhe të Shëngjinit. Një ditë pas atentatit në lagjen Ndocmazi në Shkodër, 38 vjeçari Enea Busukja i ka thënë oficerëve të policisë se nuk ka konflikte me asnjëri dhe se nuk e ka idenë se kush mundi e ketë vendosur tritoli në makinë. Blut kanë shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, por ende nuk ka të dhëna për autorët e vendosjes së lëndës plasëse. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë me përpjekjen për të rindërtuar itinerarin që kanë ndjekur autorët, të cilët dyshohet se janë larguar drejt fshatit Dragoç, ku është gjetur e djegur makina e përdorur për këtë ngjarje. 3 persona janë vrarë me thikë brenda pak orësh gjatë ditës së djeshme. Në Tiranë, picieri vrau kuzhinjerin me pretendimin se e bullizonte dhe policia sekuestroi sot armën e krimit në Berat. Një 42 vjeçar u godit për vdekje me thikë nga një burr në Kala për një foto të fëmijëve në kalin e tij, ku sipas detajeve të reja i zoti i kalit i kishte thënë turistit që mos ta prekte sot kalin se ishte acaruar, ndërsa në Durrës djali sapo kthyer nga emigrimi vrau me thik babain 69 vjeçar. Dyshohet se Yuriu vuante nga problemet të shëndetit mendor. Erion Velia do të jetë i pranishëm të premte në seancën publike në gjykatën kushtetuese ku do të shqyrtohet ankimimi i tij për vendimin e qeverisë që e shkarkoi nga detyra. E që u pasua edhe me dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve të pjesëshme në Tiranë. Kushtetuesja thotë se ka njoftuar Spakun si edhe Burgjet për të marrë masa për shoqërimin e Veliajt. Më herët, gjykata kishte pezulluar dekretin e presidentit Begaj për zgjedhje në kryeqytet. Vjon edhe sot, pra dita e dytë e takimit të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit Shqipëri BE. Gjatë hapjes, eurodeputetët vlerësuan përparimin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në tryez me delegacionin evropian, përfaqësuesit e opozitës shprehen kritika, pasi sipas tyre mazhoranca i ka përjashtuar nga dialogu. Ambasadori Silvio Gonzato apeloi se për të përmbushur objektivin në 2027 duhet punojnë të gjitha palët politike bashkë. Sot ruan 3 ndeshjet javës së 9 në kategorinë superiore që përkon edhe me javën e fundit të fazës së parë. Trajneri i Tiranës Roberto Bordin thotë se vetëm duke vënë zemrën në fush mund t'ia dalin sot kundër Elbasanit, që sipas tij është një skuadër pretendente për titullin. Tirana pret Elbasanin në Albania sot duke nisur nga ora 19:30. Do të luhen edhe sfidat mes flamurtarit edhe Vllaznisë, por dhe derbi kryeqytetit Dinamo Partizani që luhet në Elbasan. Dije Byllisi mundi Vorën dhe Egnati ftoi 1-0 me Teutën.